Do të ketë luftë e gjithë bota, po përgatitet Vučić me parashikim të zymt. Presidenti i Republikës së Serbisë Aleksandar Vučić thotë premten në ceremoninë e hapjes së linjës së re hekurudhore me shpejtësi të lartë midis Beogradit dhe Suboticës se të gjithë në botë po përgatiten për luftë. Do të jetë gjithmonë më e vështirë në botë. Do të jetë gjithmonë dhe më e vështirë edhe këtu sepse njerëzit duhet të dinë se të gjithë po përgatiten për luftë. Dhe kur ata përgatiten për luftë, kjo do të thotë se do të ketë një të tillë. Po ju them se do të ketë një të tillë, tha Vučić. Presidenti i Serbisë tha se bota po përgatitet vetëm për këtë dhe asgjë tjetër. Ata nuk janë të interesuar për bisedime dhe negociata, ata po gërmojnë llogoret e tyre dhe po presin fillimin dhe e dinë se lufta po vjen gjithsesi. Ata po presin dhe po përgatiten, tha Vučić.